për shkak të hendekut I cili është kriju. Në fakt nuk kemi asgjë të përbashkët, ideologjike, as programore, dhe t'ju themi të drejtën, këta I kanë kontribuar një hendeku të thellë I cili në këtë pikë është I patejkalueshëm. Dhe vazhdoni, nuk do të bashkëpunoni me ta, pra letra e Abdigjikut ka qenë shtërruese në këtë drejtim. Absolutisht e qartë. Do thotë zoti Abdigjiku bile ka refuzuar që të ulet të diskutoj për një bashkëpunim të mundshëm, domethënë konsideroj që në këtë pikë jemi jashtëzakonisht të qartë. Është një faktorëve pra se e ka thënë edhe Abdigjiku që fillimisht është problem gjuha që është përdorur ndaj Lidhjes Demokratike dhe parti oponentëve të tjerë politik, e më pas edhe dallimet. Ku është problemi themelor? Ju themi të drejtën, ne dallimet I kemi pasur edhe më herët, sa I përket dallimeve ideologjike, po ju patëm dhënë shansën që të bashkëpunojmë në vitin 2020.